Të nderuar maturantë, mirëmbrëma, mirë se erdhët sonte në ambientin e bukur Plan Arena. Sonte nota më e zjarrt po ndoqët e maturantëve 2025. Atëherë lejoni në emrin tim personal Artin Gjikokaj dhe të grupi muzikor Orient nga Prishtina. Të përshëndes gjithë juve sonte të kuruar një mbrëmje sa më të këndshme në natën tuaj më të veçantë, sukseset mos ju mbarofshin kurrë. Lejoni të përshëndes nga zemra shkollën Gjingazullit të Prishtinës me drejtorin e mrekullueshëm Bujar Gjocin. Shkollën e muzikës Prengja Kolla, ku është shkolla e muzikës? Respekt në shkolla e muzikës. Shtatori, ku është shtatori? Edhe shkollën e agrobiznesit Advil Frashëri. Okej. Krejt jena për një qëllim sonde këtu për me kaloni natë të paharrueshme së bashku me juve. Andaj, me një fjalë rasti drejtuar gjithë juve sonde pa dallime, me duart e kitit tuaja do të aftoj drejtorin më të mirë në Kosovë, Bujar Gjocin. Me një fjalë rasti drejtuar juve. Faleminderit shumë. Hajde Bujar Gjoci. Drejtoju me një 2-3 fjalë se besoj që kanë me të kujtu gjatë këta. Faleminderit nderuar. Të dashur maturant, të nderuar mësimdhënës dhe të gjithë të pranishëm. Së pari dua t'ju uroj një mirëseardhje të ngrohtë në këtë mbrëmje festive. Sot jemi mbledhur këtu për të shënuar një moment të rëndësishëm, jo vetëm për ju që jeni gati në mbyllje të një kapitulli të rëndësishëm të jetës suaj akademike, por edhe për ne si shkolla kemi pasur privilegjin t'ju përcjellim gjatë kësaj rruge. Është një kënaqësi e veçantë të shoh fytyrat kaq shumë të mbushura me shpresë dhe entuziazëm për të ardhmen dhe është nderi im të flas para jush në këtë mbrëmje kaq të veçantë. Në këto vitet të kaluara së bashku kemi përjetuar shumë momente që do të mbesin pjesë e kujtesës tonë kolektive. Kemi festuar suksese, kemi mësuar nga sfidat dhe kemi ndërtuar një komunitet të fortë që mbështetet në njëri tjetrin. Ju maturant të sotëm keni treguar përkushtim dhe pasion në çdo projekt dhe ide që keni ndërmarrë, duke e bërë këtë shkolla një vend më të mirë. Dua të frymëzoj këtë rast për të falendëruar çdo mësimdhënës dhe staf që ka dhënë kontributin e tyre të çmuar në zhvillimin e secilin prej jush. Pa përkushtimin dhe dedikimin e tyre, shumë nga arritjet nuk do të kishin qenë të mundura. Ju jeni shembull i qartë i asaj që mund të arrihet kur talenti dhe përkujdesja vinë së bashku në një mjedis mbështetës. Le të shijojmë këtë mbrëmje së bashku, të kujtojmë momentet të kaluara dhe të ndrojmë për të ardhmen. Gëzuar matura 2025.